Përkundër rritjes së seancave gjyqësore produktive, sistemi i drejtësisë vazhdon të përballet me vonesa, procese që zgjasin, dënime të ulta e rigjykime. Këto janë të dhëna që janë përsëritur në vazhdimsi në raportet e misionit të BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX, pasi rekomandimet nuk kanë mundur të zbatohen në tërësi. Ndërkohë që përfaqësues të institucioneve të drejtësisë thonë se ndryshimet ligjore në sistemin e drejtësisë janë të nevojshme në mënyrë që të përmbushen rekomandimet. Shefi i njësisë së monitorimit të rasteve në EULEX, Hubert van E. Koster, thotë se deri në fund të këtij viti do të vlerësojnë përmbushjen e të gjitha rekomandimeve të dala nga 3 raportet e misionit për sistemin e drejtësisë. Ai tregon se gjatë monitorimit kanë vërejtur një trend të rritjes së seancave dëgjimore produktive. Derisa shton se dënimet e ulta, proceset që zgjasin janë pikat ku të donin të shihnin progres më shpejt. Ajo që përkëtson edhe më shumë situatën, sipas Koster, është fakti se ende ka shumë rigjykime. Sipas tij, fokus më i madh duhet dhënë edhe rasteve të korrupsionit. The main findings of the monitoring report of the case monitoring unit of EULEX are actually they are very wide because we cover a lot of topics. But if I have to do a selection of what is the most relevant, is that we saw, and that was a good trend, an increased trend of productive hearings. And a productive hearing means that a hearing takes place and actually some procedural steps are being made. And they went up to 26% of unproductive hearings out of 350 hearings that we monitored. And in previous reports, this was 30 and even 50% of unproductive hearings. So there we see a positive step. However, at the same time, we are still seeing that a lot of trials are taking a long time. And with a long time, I really mean a long time. It can last for years, unfortunately. And what exacerbates that even further is that there's also many retrials still. So that is still an area where we can see we need to see some improvements. And of course, a specific focus that we are looking at are corruption cases. And in corruption cases, unfortunately, we also still see a trend of trials that take a very long time, but also trials in which we see many acquittals or low sentences, or also, as I just mentioned, many retrials. So I think in the field of corruption. Raportin monitorues të sistemit të drejtësisë nëntor 2021-shtator 2022 të EULEX-it po e konsideron kredibil kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj. Ai thotë se raporti ka identifikuar çështje të cilat janë temë e Këshillit. Raportin e EULEX-it ne kemi pranuar prej misionit dhe vlerësojmë si raport kredibil, për shkak se shtetet nga monitorues ekspert që bëjnë monitorimin e seancave gjyqësore dhe përgjithësisht proceseve gjyqësore në gjykatat tona. Raporti ka identifikuar çështje, të cilat janë edhe temë diskutimit edhe në KGK edhe në gjykata. Dhe në kontekstin e këtij raporti, por edhe të raportet më hershme, duhet me theksu që KGK ka miratuar planin strategjik për qasjen drejtësi vitin e kaluar dhe planin e veprimeve për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në këto dy raste ne kemi identifikuar dhe kemi pranuar në fakt edhe rekomandimet e misioneve ndërkombëtare që monitorojnë drejtësinë në Kosovë, por edhe gjetrave tjera, siç është çështja se si duhet të administrohet një proces gjyqësor, çështja e dështimit të seancave, çështja e çastës avokatëve në proceset gjyqësore, që në shumë raste seancat dështohen për shkak të mosprezencës së avokatëve apo të në disa raste mos respektit të gjykatës, respektivisht masa që do duhet merreshin nga ana e gjykatave, dështime që kemi për shkak të prokurorëve në çështje gjyqësore për arsyetimin e vendimit që është po ashtu pjesë e rëndësishme. Dhe përveç saj ne kemi themeluar Komisionin e Monitorimit Strategjive, që përbehet nga 5 gjyqtarë të gjykatës supreme dhe të cilët në fakt kanë një komunikim direkt me secilin gjykatë, secilin gjyqtar. Dhe në këtë rast, ky raport i ka ndihmuar edhe këtij komisioni, madje ky komision është në dijenit plot punës që ka bërë misioni i EULEX-it dhe identifikimeve që ka bërë, dhe tash po adresohen në gjykata. Sipas raportit, prokurori dhe gjykata duhet të monitorojnë në mënyrë më sistematike procedimin e rasteve të profilit të lartë, t'i bëjnë të ditur procedurat jashtëzakonisht të gjata dhe rigjykimet e përsëritura, t'i identifikojnë shkaqet e këtyre vonesave dhe t'i korrigjojnë ato.
Sa i përket përmbushjes së rekomandimeve nga institucionet përkatëse të drejtësisë, shefi i njësisë së monitorimit të rasteve në EULEX thotë se për mosbatimin e tyre duhet të ketë më pak justifikime. There are different types of recommendations. Some are very technical and some depend on, for example, a change in legislation. So that doesn't happen overnight. So for those recommendations, you need some time in order to wait until maybe the legal procedures of the legal amendments have been made. But some other recommendations can be implemented immediately. So those are the ones that we will be focusing also initially. For those, there should be less excuses for them not to implement them. But we are working really as partners, and it is not something that we just give a report and say these are the recommendations. No, now we really want to work together with the institutions in order to help them implementing those recommendations. Specifically the courts, but also the prosecution are working very well together. They know, but overall the cooperation is very well, and I have to reiterate specifically the cooperation with the Judicial Council, because I think there is very much willingness also to improve and also to actually follow up on our recommendations, and we are really looking forward to the further cooperation to that end. Ndërkohë që Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë disa hapa reformues të cilët, siç thonë nga ky dikaster, kanë të bëjnë me llogaridhënien dhe besimin në sistemin e drejtësisë. Nga EULEX deklarojnë se në fund të këtij viti do të vlerësojnë përmbushjen e të gjitha rekomandimeve të dala nga 3 raportet e misionit. That's a very good question, and it's a good question because that is precisely something that we're going to look into now. As you may know, we have already published 3 reports, public reports, with all several recommendations. And of course, we wanted to give also the institutions some time to implement them, so we didn't immediately look at the implementation. But for the next round, by the end of this year, we are precisely going to do that. We're going to look into the implementation of all the recommendations from the previous 3 reports. So not only from the last one, but also from the 2 ones before. And we see, and one of the results is, as I hope, as I just mentioned, the productive, unproductive hearings. That is something that is very easy to solve and very concrete, and I really believe that this has been tackled by the Judicial Council already, because we see definitely a positive trend. But like I said, I think the handling of corruption cases is something there we still need to see some improvements. Me qëllim të përmirësimit të sistemit të drejtësisë, krerët institucional të kësaj fushë kanë nënshkruar më 14 mars deklaratën e përbashkët të zotimit për reformë në këtë sistem. Krahas kësaj, shefi i kabinetit të ministres së drejtësisë Gens Nimoni thotë se deri në fund të vitit do të përfundojnë ndryshimet ligjore. Deklarata e përbashkët e zotimit është nënshkruar në mes të Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial, Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe gjithashtu Gjykatës Supreme. Është nënshkruar me 14 mars. Kjo deklaratë do të thotë synon që deri në muajin qershor të kemi vlerësimet dhe identifikimet e nevojave për ndryshime, të cilat do të shpjenin në kontroll të integritetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, vlerësim të duhur të performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, pastaj në përmirësim të disiplinimit dhe ndryshime të tjera të nevojshme që i kontribuojnë gjithë këtyre objektivave. Dhe pas muajit qershor, bazuar në këto vlerësime dhe rekomandime, do të fillojmë ndryshimet adekuate ligjore dhe brenda këtij viti deri në dhjetor ne do të kompletojmë këto ndryshime në fund, të cilat do të jenë rezultat, do të thotë ose do të synojnë që të kemi një sistem me llogaridhënës, me efektiv, me rezultate konkrete, me integritet dhe gjithashtu profesional, në fund që ndikojnë edhe në rritjen e besimit qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Ai tregon se cilat ndryshime pritet të bëhen. Pritet që të kemi ndryshime në ligjin për Këshillin Gjyqësor, ligjin për gjykatat, ligjin për Këshillin Prokurorial, pastaj ligjin për statusin, do të kemi për herë të parë ligj për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, do të kemi ligj të ri për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, do të kemi forcim të mekanizmave ekzistues për vlerësimin e performancën, apo ta quajmë ashtu një vetting i rregullt ndaj gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, që bëhet në baza ose në periudha të rregullta, bazuar në kritere të qarta profesionale. Në anën tjetër, Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ka kthyer përgjigje për sfidat me cilat po ballafaqohen dhe nëse kanë përmbushur ndonjë nga rekomandimet e raportit të fundit të EULEX-it.